Përshëndetje kryetar, si jesh? Shpresa gazetare për vetimit për drejtësi. Nëse ka mundësi veç 2-3 pyetje, kemi telefonu edhe gjatë ditës së djashme. Nuk ka hiç. A mundet me na tregu më 17 prill? E keni këmby një pronë te prona ku është ish ambienti në të cilën është edhe familja Mata. E mundet me na tregu se Jo, s'është këmby. Nuk ka këmby. Pse nuk është këmby? Po ju keni votu? E kem votu, po s'është kry procedura. Pse keni qitë në votim? A mendoni se nuk është pronë komunale? A mendoni që është e kundërligjshme? Jo. Pse? Pse është pronë komunale. Po ideja është që Ministria e Mjedisit po thotë që ai është pronë në PSH-ujrat, që pastaj është në dikasterin e tyne. Jo, nuk është në PSH-ujrat, në zonën e urbane i takojnë komunës 5 edhe s'kanë po na i kemi dokumentet e ministrisë, ku dokumentet e ministrisë thonë që ato prona janë të ministrisë edhe jo, nuk janë të ministrisë, në zonën urbane janë të komunës. Edhe s'kanë hiç drejt, edhe kur dush. Ministria thotë që pronat që kanë qenë në PSH-ujrat i takojnë ministrisë së Mjedisit. I takojnë komunës 5 në zonën urbane. Prej ku hin qyteti dhe kur përfundon qyteti janë të komunës 5. Edhe i ndrojmë edhe se vesim kërkon. Për të tjerat shkojmë në gjykatë. Edhe kur ministria thotë që ato janë të kundërligjshme. Jo, s'ka thonë kur, edhe s'kan mujt me thonë kur. A keni marrë vendim prej ministrisë për këtë pronë e cila është këmbë? Po, është marrë edhe është marrë aprovimi, jo për këto, po edhe gjitha tjerat që i kenë bu. Jo se konsideroni si të kundërligjshme? Jo, nuk ka e kundërligjshme, edhe për që ato i kenë bu këtë punë, jo veç për këto, po për shumë prona tjera. A i njeni pronar cilve jo është këmby prona? Jo, ajo prona nuk është këmby, se së shkry procedura. Po, pronarve të cilët ka me ju këmby pra në të ardhmen, a i njeni personalisht? Jo. Me Qehajt, a keni raporte? Jo, s'kam kur fare që prej raporte me Qehajt. A i dini që ata kanë përdore edhe paraprakisht atë pronë? Se di ajo është ambient. E kanë shfrytzu pikërisht për çështjen e tregut i cili është mbaj, domethënë ata kanë marrë pagesë prej personave që kanë ardhur aty. Ajo pronë, ata kanë pronën tregun e kanë privatizu, edhe kanë mujtë mështa me përdor këto. Domethënë ka qenë privatizuar me pronat tregun aton tjetër onën në kundërt ku është kund tregu i qytetit. Domethënë je total e pa informume edhe e kryter. Sa i përket kontestit, jo nuk mundeni me na u drejtu me e zbaju kryetar.